Markelian Hoti, vëllai i deputetes Elda Hoti, është arrestuar nga autoritetet italiane në Rom, ku ishte fshehur në një hotel bashkë me të dashurën në zonën Ponte di Nona. Arrestimi u bë pas një hetimi të koordinuar nga Interpol dhe Policia Antidrog. 27 vjeçari kishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pas një urdhër arresti evropian për trafik droge nga Amerika e Jugut drejt Evropës. Ai dyshohet se kishte rol kyç në një rrjet kriminal që sillte kokainë në portin e Antwerp për ta shpërndarë më pas në vende të tjera. Markelian Hoti është vëllai i deputetes demokrate dhe një emër i njohur për autoritetet shqiptare, me histori përfshirje në ngjarje kriminale që përfshin armbajtje pa leje, kërcënime dhe tashmë trafik ndërkombëtar droge. Ai është denoncuar për kanosje me armë në vitin 2021. Në 2023 rezultoni arrestuar për armbajtje pa leje, ndërsa në vitin 2025 ishte denoncuar për kërcënime gjatë fushatës së zgjedhore të motrës së tij. Ai dyshohet se kishte friksuar një person duke i treguar një pistolet. Në ato kohë rasti u referua për verifikim nga autoritetet, ndërsa nuk pati zhvillime të mëtejshme publike.